Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Korçës, Sotiraq Filo, ka reaguar pas akuzave të bëra ndaj tij dhe ish-bashkiakut Niko Peleshi për shpërdorim fondesh, akuza këto të hedhura një ditë më parë nga ish-ministri i Financave Ridvan Bode. Sipas Filos, Bode është ai që e zhyti dhe e ka lënë Shqipërinë me borxhe. Ish-ministri i cili e zhyti Shqipërinë në borxhin e saj më të madh historik, pati sot paturpësim të tregonte qytetarëve të Korçës se ai e di shumë mirë se sa e madhe është gropa që ka lënë në financat e këtij vendi, prandaj qeveria e re nuk do ketë mundësi të bëj asnjë investim për qytetin e Korçës. Pra, pengesa e financimeve për projektet e Bashkisë të Korçës nuk ka qenë për shkak të paaftësisë, po ka qenë një projekt i qëllimshëm, të cilën Korça jonë, devolli i tij, por dhe gjithë Shqipëria e dënoi me votë në 23 qershor. Sot në fakt është dita që ky ish-ministër i Financave duhet t'jap llogari për skandalet financiare të njëpasnjëshme, të cilat po zbulohen dita ditës. Dhe Korça nuk mund të jetë vendi ku ai mund të vijë dhe të fshihet për t'u shmangur përgjegjësisë. Projektet tona për Korçën janë projekte qytetare dhe jo politike. Ndryshimi ndërmjet nesh dhe këtij ish-ministri është se ai di si të pengojë dhe të prish, kurse ne dimë si të punojmë dhe të ndërtojmë. Akuzat ndaj Filos dhe Peleshit Bode i bëri në një dalje për mediat një ditë më parë, ku ka deklaruar se qeveria demokratike i ka dhënë Korçës mbi 11 milion euro fonde, të cilat janë shpërdoruar në mënyrë brutale.